Përshëndetje zoti Çollaku, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Faleminderit juve për ftesën. Merci. Zoti Çollaku, ju si këshilltari i zonjës Vjosa Osmani keni mbajtur këtë pozicion gjatë presidencës së saj. Sot në fakt ka qarkulluar në rrjet dhe kudo një publikim i zonjës Osmani për sa i përket një letre të dërguar nga presidenti Donald Trump asaj për kontributin dhe marrëdhëniet me Kosovën, kur ndër të tjera ka thënë se mbeteni mike dhe partnere besueshme e SBA-s. Çfarë do të thotë kjo letër dhe sa vlerësues është ky hap për vetë zonjën Osmani? Rreth parë, duhet të them që të paktën në rajonin tonë, por dhe më gjerë, nuk është se ka precedente të tilla ku shprehet në këtë nivel admirimi apo dhe mbështetja dhe partneriteti midis presidentit të Shtetit Bashkuar dhe liderëve të tjerë lokal jashtë SBA-s. Kështu që do të thotë që është një sjellje pa precedent, ekspozon një miqësi të fortë, një partneritet shumë të fortë që Vjosa Osmani, sigurisht edhe si presidente, ka arritur të krijojë me sigurisht me shumë liderë të tjerë në botës, por në mënyrë ekskluzive me shtëpinë e bardhë në presidentin Trump. Letra ka mbritur në mënyrë zyrtare nga kanalet diplomatike dhe është dorëzuar pikërisht presidentit, e cila sot e ka bërë publike, po është në momentin më të parë që na është dorëzuar. Është një mesazh i jashtëzakonshëm për Vjosën, për marrëdhënien e saj me presidentin Trump, me bashkëpunimin, me besueshmërinë të cilën presidenti Trump nuk mungon ta theksoj, për raportet që kanë patur, bashkëpunimin e thellë që kanë patur, dhe me gjitha shpreh gatishmërinë dhe pritshmërinë që ky bashkëpunim patjetër me Vjosën edhe me Kosovën të vazhdojë. Kështu që jep mesazh vlerësimi për punën e bërë, por me gjitha dhe pritshmërinë e lartë që vjen nga shtëpia e bardhë. Për rrugtimin e saj si një garanci e marrëdhënieve të forta solide midis Shtetit Bashkuara, Shtëpisë Bardhë dhe Kosovës dhe Vjosës Osmanit. Megjithatë, në situatën që ndodhet Kosova, për shkak edhe të atyre që ne do të trajtojmë, a krijon kjo një simulim, le të themi, për xhelozi diplomatike, qoftë edhe nga kolegu i para disa kohëshëm i saj, zoti Kurti? Një letër të tillë nuk e kemi parë karshi ti. Në fakt në një letër të tillë nuk ka karshi asnjë lider i tjetër në rajonin tonë, po doni edhe këtej nga Evropa Juglindore nuk ka raste të tilla ndjen time të paktën. Do të ishte krejt naive, do të ishte krejt deri në nivelin e antipatriotizmit të xhelozosh apo të jo vetëm rastin e kryeministrit në rast, por kush do tjetër politikane të vi hidhur pse kreu i shtetit tënd, një figurë politike që këtë rast Vjosa arrin të krijojë këtë lidhje dhe të marrëdhënie të besueshmëri kaq të fortë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Historia e Shqipërisë me gjithë, po vim nga Shqipëria tani, në Shqipërinë e poshtme. Historia flet, fatet e kombeve të vogla varen shumë nga marrëdhëniet që liderët e tyre krijojnë me fuqi të mëdha me liderët e tyre. Rrefehet dhe tregohet dhe shkruhet se dhe qëndrimi presidenti Wilson në mbrojtje të pavarësisë Shqipërisë në 2013, në 1913, varet nga disa takime impresionuese në atë kohë të Fanolit me ku ishte folur për të popull të vogël të shtypur diku në Ballkan, që kërkon të vetvendos, kërkon të bëhet i pavarur. Dhe nga niveli i marrëdhënies, kulturës, rezatimit Fanolit në atë kohë, në një takim thuajse rasor në Washington me presidentin e SBA-s, sigurisht nuk e përcaktoi kjo, por ndikon është një nga ato elemente që ndikojnë pastaj në vendimarrje të mëdha ku Wilson u rreshtua në favor të drejtës shqiptarëve patur në shtetet tyre. Të tilla ka plot për gjatë historisë sonë, edhe në variant të mirë dhe në variant të keq, sidomos edhe pastaj në historinë e Kosovës, marrëdhëniet e Rrogovës, marrëdhëniet e Shqipërisë me Bushin, presidentin Bush, marrëdhëniet e presidentit komunistit Berisha në atë kohë me Bushët. Pra, do të thosh që nuk janë gjitha marrëdhënie personale, por sigurisht marrëdhëniet personale në këto dimensione luajnë një rol të fortë. I tillë ka qenë e tillë është dhe marrëdhënia e Vjosës Osmanit me presidentin Trump, me Shtëpinë e Bardhë, me nivelet më vendimarrëse të Shtëpisë së Bardhë. Unë nuk e kam me të rrëfyer këtë ngjarje, unë e kam me të jetuar këtë ngjarje
dhe më besoni jam duke kursyer shumë sepse ka disa raporte, marrëdhënie apo fakte që kam parë, cila nuk e di nëse do të ishte koha ende të thoya të gjitha, sepse realisht do të ishte janë të jashtëzakonshme për fuqinë dhe për këtë aftësinë e Vjosës për të hyrë dhe për të vendosur Kosovën në epicentër të zhvillimeve jashtëzakonisht shumë të mëdha të rëndësishme globale. Po marr një rast, unë kam një dëshmitar me Vjosën në Riyadh, ku ka ndodhur një ngjarje spektakolare diplomatike, njohja e Kosovës nga Siria. Por Siria ishte vendi dhe është vendi që ishte vendi proxy, ishte vendi vasali i Rusisë në një nxitse e forta, destabilizuese të forta të linjës mesme, anti-amerikanizmit, ushqyese terrorizmit, u zhvilluen konflikti jashtëzakonshëm atje. Dhe ndryshimi i madh që ndodhi kur Siria nga një vend aleat i Rusisë, anti-amerikan, u rreshtua në një kthes jashtëzakonisht të fortë. Në krahas Shtetit Bashkuar të Amerikës, presidenti i ri u prit në shtëpi Bardh, të gjitha ngjarjet ndodhen para se të ndodhnin, një javë para se të vizitonte shtëpinë e Bardh presidenti Serian, njohu pavarësinë dhe shtesësinë e Kosovës nga Riyadhi në takim me Vjosa Osmani. Unë jam dëshmitar i këtë ngjarje, përfshirë nivelet më të larta të nivelet më të afërt presidentit Trump, princi kuror Serbisë Saudite, dërguar special të presidentit turk, dhe një ngjarje të situash për Sirinë, njohja e Kosovës ishte një lloj paskodi për të dhënë provën e fundit të rëndësishme se arreshtohesh në krahas SBA-s. Këto nuk mund të mbrinin, nuk mund të mbrin pa aftësinë personale dhe kapacitetin e liderëve, si ata çfarë ishte Kosova për të vendosur me aq mençuri një tryezë të rëndësishme të zhvillimeve të mëdha globale, si në krahas SBA-s. Pra ishte kjo aftësi e Vjosës Osmanit, lidhja, marrëdhëniet e krijuara. Dhe letra Trump dëshmon këtë gjë dhe pritshmëria e Trump për të vazhduar këtë garanci të sigurt bashkëpunimi dhe partneriteti e dëshmon por në njëjtin tekst. Kështu që është totalisht e pavend, mund të ndodhin në Kosovë ka një shprehje të bukur, në fakt autokritike për shqiptarët, thotë unë se kisha dëgjuar nga Shqipëria. Në Kosovë thonë ne shqiptarët gjakun ta falim, suksesin jo. Kështu që shkoha që të kalojmë mbi këto historira, mjerisht po, mund të ndodhë, janë mes, mund të ketë stimulojë rivalitete, pengesa, por në rast se bimësirja anës të mirë të ndritur shqiptarëve do të shohin mbi veten, mbi interesat, për të parë çfarë është e rëndësishmja Kosova në këtë rast, fatet e shqiptarëve në Ballkan, dhe për të cilët garanci e padiskutueshme mbeten marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo vetëm planin politik, jo vetëm planin e mirënjohjes, por si një garanci, mbrojtje. Kosova mbrohet ende nga trupat amerikane. Kia e akti që presidenti Trump dhe besoni nuk janë akte spontane. Presidenti Trump bëri në Washington në sy të gjithë botës globit. Kur i tha nëse ke probleme me Serbinë, mjafton vetëm mua një telefonat. Ku mund të mbrin momente të tilla? Absolutisht. Dhe a mundet të jetë logjikshme, po doni dhe patriotike, të stimulosh xhelozi apo të pengosh apo të rrëzosh një lider, një individ të tillë si Vjosa në këtë rast që arrin e krijon këtë besueshmëri. Është pa mendueshme të ndodhin dhe në rast se ndodhin duhen në mënyrë absolute shmangur sepse nuk bëhet fjalë fat e personave, bëhen fjalë interesat e Kosovës. Jam dakord, por megjithatë marrëdhënia ndër vite e Kosovës dhe SBA-s për shkak të liderëve të saj, jo domosdoshmërisht të presidentit, nuk ka qenë e njëjtë, ka pasur oscilacionet e saj, qoftë me SBA-n, por edhe me ndërkombëtar të tjerë. Ndërkohë që duket se gjatë mandatit të saj, zonja Osmani ka qenë shumë herë, madje në të gjitha herët do të thoja, shumë e vlerësuar ndërkombëtarisht për retorikën, përcin, qasjen që ka pasur në rrethana dhe kohë jo fort të lehta për Kosovën, përfshirë këtu edhe ato që ju cekët pak më sipër që gjatë mandatit të saj shumë shtete e njohin Kosovën si shtet pavarur dhe sovran, dhe kjo duhet theksuar. Por megjithatë, aktualisht ju them edhe një fakt tjetër, ndjes të lutem se në pyetje, po s'dohet me hiki kjo. Dhe po ju them që në takimin e fundit në Washington, dhe këtu unë jam dëshmitar, me largimin e Vjosa Osmanit, me pengimin e Vjosa Osmanit për një mandat të dytë, u pengua gjithashtu edhe një projekt të cilën Vjosa Osmani u angazhua me presidentin Trump dhe sekretarin e Shtetit Rubio për rreth 20 deri në 30 njohje të reja
program pune. Këtu doja të ndalja në fakt. Çfarë sjell, cilat janë kostot e një mosmandatimi të dytë për shkak të këtyre xhelozive të vogla apo rrethanave më të mëdha që në skenën politike herë thuan dhe herë nuk thuan dhe kjo dihet. Më shumë janë ato që nuk thuan në fakt, po pastaj ju ndjen efektin mbrapa. Janë një ndër këto që po them. Nuk e di nëse do të vijoj ky projekt, por është një projekt i jashtëzakonshëm, cili Shtëpia e Bardhë u vënë totalisht dispozicion. Sekretari Rubio në takim me Vjosa Osmani kanë folur emër për emër, vend për vend, konjunktur për konjunktur, nuk mund të them dot të gjitha, por mbesoni një projekt i jashtëzakonshëm. E dini çdo thonte edhe 20 apo 30 njohje të reja për Kosovën në OKB, thotë që ti e bën totalisht pa vlerë vetën ruse. Si kthese e jashtëzakonshme. Antarësimin në NATO u dhanë garancit maksimale. E këto projekte nuk mund të them që rrëzohen, por sigurisht për momenti ka paqartësi se nëse do të ndiqen apo jo. Dhe kjo është e vërtetë që Kosova kohët e fundit ka patur një lloj situate si pëlhura e Penelopës në raport në marrëdhënie ndërkombëtare, sidomos me Shtetet Bashkuara. Dikush e thurte ditën e pastaj shturte natën nuk është më e udhët dhe është pamundur më të fshihet, si ka patur dy temperatura, dy qasje të ndryshme të midis edhe brenda një majorancë, ishte kryeministri në atë kohë dhe presidenti, sidomos në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edhe në bordin e paqes, unë besoj në mënyrë personale. Presidenti do flas vetë, do tregoj vetë, po dhe zoti Kurti po ashtu, por në bindjen time si një dëshmitar i këtyre ngjarjeve, mendoj që bordi i paqes ishte një ndër ato elemente që të thyen në binomin Vjosa Albin. Presidenti Osmani ka qenë totalisht, dhe siç duket është totalisht, all-in arrestuar në partneritet me Shtetet Bashkuara të Amerikës për të mirën e Kosovës. Dhe zoti Kurti ka një lloj s'po them refuzimi, po një lloj ngurimi, apo një lloj paktën e kujdistance. Shikon Shtetet Bashkuara si çdo partner tjetër i huaj. Gjë që këtu pastaj ballavagjojnë dy ideologji. Ideologjia e Vjosës është një ideologji rrugoviste, djathtë, shikon te pro-perëndim, pa kushte pro-perëndim, kurse zoti Kurti përfaqëson një ideologji më të mbyllur, ku tenton e kujdistancë, po edhe në raport me fqinj të tillë, ku e bazon këtë gjë në një lloj kushtëzimi, pra reciprociteti sipas rastit. Sigurisht, reciprocitet vlen të mendosh me Serbinë apo dhe vende të tjera armiqësore. Por me Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë kam një slogan kështu bindje time që anti-amerikanizmi ndër shqiptarët është anti-shqiptarizëm. Pra kush e cënon qoftë zbek të marrëdhënia rrezikon interesat shqiptare. Sepse interesat shqiptare në Ballkan janë ende në formësim, janë ende në rrugë sipër. Sigurisht llogaritësh para një shekulli apo para disa dekadash nuk mund të krahasohen. Shqipëria është antare e NATO-s, drejt BE-s, Kosova e pavarur, shqiptar Maqedoninë të Veriut konsoliduar relativisht, por është një çështje ende në zhvillim. Kosova rrezikohet në suverenitet. Kosova rrezikohet në territor. Maqedoninë të Veriut problem drejtë shqiptarëve pikërisht janë problematike ende, janë në trajtim. Në Preshevë shqiptarët po spastrohen në mënyrë burokratike, spastrimi etik po ndodh në login Preshevës. E pastaj drejta të tjera, qoftë Tyreçan apo Merat. Kështu që Aleanca me Shtetet Bashkuara të Amerikës është vetëm një garanci historike, strategjike, dhe nuk është slogan. Është garanci reale që këto interesa të ecin që fqinj agresor të na trëmben. Ta themi hapur fare. Fqinj agresor të na trëmben. Trupat amerikane në Kosovë vrasin çdo ëndër të Serbisë, edhe për të rikthyer apo dhe për të menduar coptimet të Kosovës. Në kohrat që jetojmë, ku asgjë nuk kushton, që një vend pushton një tjetër, që një vend agreson një tjetër, si mundet të luash apo të vësh në diskutim apo të rish në një lloj kështu konjunkture të kushtëzuar një aleat i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë mendoj qartësisht kjo nuk është një dallim midis Vjosës dhe Albinit, të cilët nuk ka luajtur një rol. Do të thash, në mendimin tim, unë ndjeva një ftohtësi nga ana e qeverisë në gjithë procesin e bordit paqes, afrimit në të sigurisht nuk u kundërshtua, por është tjetër të mos ta kundërshosh, tjetër ta presësh sot, apo ta mbështesësh apo të bësh
kapacitetet në dispozicion dhe me shpejtësi dhe pa dilema. E këtu, qartësisht, Vjosa ka patur një temperaturë dhe një rrugë tjetër dhe Albin Kurti, lart i saj, ka patur me sa duket një qasje tjetër. Nuk po them është vetëm, ja, por në mendimin tim një lloj bordi i paqes shërbeu si një lloj si një material i cili krijoi këtë reaksion kimik i cili pastaj shpërtheu. Megjithatë, në kushtet ku Kosova prej kohësh tani më është në përpjekjen e vazhdueshme për zgjedhjen e një presidenti, ku Vjosa Osmani në krye të herës nuk ishte një kandidaturë që u pasi si arsyeshme për të propozuar nga aktorët dhe faktorët. Por megjithatë, aty këtu nuk e di sa të vërtetë janë këto fjalë, qarkullon që mund të rikthehet një kandidaturë e saj për një arsye, qoftë edhe për këto që ju si përcituat. Por a mund të jetë dakord kësaj radhe Albin Kurti dhe palët të tjera për një kompromis të tillë në kushtet kur nuk po gjendet një president për Kosovën? Që t'ju them këtë fundit, më lejoni t'ju them pak historitë kësaj, duke qenë se këtu kam nuk e di nëse kam mbatur fare në fatkeqësinë ndjen dëshmitari një ngjarje e cila vërtet ishte e pakëndshme. Vjosa Osmani nuk e fsheu kur, edhe nuk kishte mundësi të ishte dënuar të mos të fshehte ambicien për një rimandatim të dytë. Duke që nga janari i vitit shkuar pas zgjedhjeve në një bisedë politike, institucionalisht për çështje pune në fundin takuar, po politike me zotin Kurti, nga zoti Kurti ju garantua se 66 votat e lëvizjes vetëvendosje do të ishin pro në favor të saj. Çfarë kërkuar nga zoti Kurti është që të shtohej nga ana e zonjës Osmani, të kërkojë mbështetje edhe nga opozita, ku për të bërë të vlefshme zgjedhjen e presidentit mungonin 13 vota opozitarë. Dhe me këtë bindje dhe me këtë garanci, zonja Osmani u angazhua në dhe jo vetëm ajo, po dhe në tjerë bashkëpunëtorë saj, në këtë dialog dhe komunikim me aktorë të ndryshëm të opozitës. Dhe nëse mungonin 13 numerikisht, mbështetja u vajti relativisht mendoj unë në 22 deri 25. Të paktën garanci ju dhanë zonjës Osmani, deputet opozitës dhe subjekte politike, që do të mbështetnin procesin e zgjedhjes presidentes. Në momentin kur zonja Osmani ja komunikoi të zotit Kurti, 2 ditë para seancës fundit, 3 ditë para seancës fundit, në një çuditshme deft, pa pritur. Unë kam qenë një njerëzit e fundit që besoj që mund ndodhte. Ju komunikua se jo, ti nuk do të jesh kandidatja jonë për president. Që andaj ngjarje të rrodhën pastaj në procesin e vet, u tentua me 2 kandidatë vetëvendosjes, ende zyrtarisht në fuqi, pati e problematikën me gjykatën kushtetuese, u dha një bonus gjysmë bonus i kushtetues për 30 ditë. Në këto 30 ditë kemi patur negociata të zotit Kurti me kryetarët e partive në opozitë, LDK dhe PDK. Dje ka qenë një sigurisht një ngjarje shumë interesante në Kosovë. Ka pasur një takim të fundit midis Albin Kurtit dhe Lumir Abdulxhikut, kryetarët e LDK-s. Dhe oferta i pas suksesshëm. Dhe oferta, po do të them një element tjetër, oferta që zoti Kurti ka bërë Abdulxhikut është e jashtëzakonshme. Një fet e majme pushtetit. Kuaj se gjysmë e qeverisë. I ofroi kryetarin e parlamentit, zvendës kryeministrin, 4 ministra, të rëndësishëm, në këmbim që kryetarin e shtetit, pra presidentin, t'ia lënte të votojë dikush nga vetëvendosja. Në kohë, gjatë gjithë proceseve, unë e kam dëgjuar zotin Abdulxhiku si profesues i LDK-s, kryetari i LDK-s, që ka pretenduar pikërisht të gjë që kushtetuta dhe sensi demokratik i institucioneve nuk është e frytshme, nuk është demokratike që të gjitha institucionet e vendit të drejtohen nga një parti e vetme, sepse shkojmë në një monopartizëm. Siç e kemi në Shqipëri. Siç e kemi në Shqipëri rëndom. Dhe oferta e zotit Kurti për Abdulxhikun ishte një fet, një tort shumë e majme për shtetit, po ta pohoj. Por kjo çfarë do të sillte? Do të sillte kapjen nga ana e një partie dhe të institucionit presidentit, i cili do të jetë një institucion balance, ekuidistance, unifikuese, por jo e një partie politike. Mbasi ke edhe kryeministrin, mbasi ke edhe presidentin, çfarë ka ngelur më? Dhe mendoj që dje zoti Abdulxhiku duke bërë refuzim të kësaj oferte, ka risjell në historinë e Kosovës një model
të Kosovës e këthe nga Shqipëria të di ne nuk kemi modele të tilla, një model ku refuzohet pushteti për hir të shtetit dhe disa parimeve. Këto historira i bënte vetëm nga koha i Ibrahim Rogovës, nuk kemi para këtë tilla në Kosovë. Fatkeqësisht ta themi. Pra kur fitonte pushtetin Ibrahim Rogova dhe ndante pushtetin për të ndihmuar për të fuqizuar shtetin. Dia Abdixhiku ka bërë këtë gjë. Praktikisht i ka thënë jo, një ofertë kaq të madhe me pushteti për të mbrojtur parimin e shtetit. Presidenti nuk mund të jetë i një partie. Pra Kosova, demokracia në Kosovë nuk mund të funksionojë kur një parti ka në dorë të gjitha pushtetet. Dhe këtë ka bërë Lumir Abdixhiku, dje dhe për mendimin tim është një model i rikthyer në Kosovë, i cili duhet patjetër mbështetur sepse sjell kulturën politike të Kosovës në atë dinjitet të vete nga i cili ka patur shumë përfitime në kuptimin e dhe zhvillimit dhe të pjekurisë, por edhe mbështetjeve. Kështu që mendoj ka bërë një akt shumë të fortë dhe për të vlerësuar, do jo thash, më zhdukur sikur rikthehet ai modeli i gjallë i Ibrahim Rogovës. Ibrahim Rogova bën të tilla gjëra. Fitonte 7% votave dhe pastaj zgjidhte kryeministër një dikën nga një parti opozitare. Pse? Jo se s'kishte mundësinë, se s'kishte vota, se do të krijonte shtetin, dhe shteti krijohet kur pushtetet mbahen në ekuilibra dhe kjo është oksigjeni i një vendi demokratik. Dhe Lumir Abdixhiku ka bërë këtë dje. Gjithashtu dhe nga ana e PDK-s ka patur një qendrim dinjitoz, mendoj nuk di komunikimet më të brendshme të tyre, s'dua të spekuloj, por dhe nga ana e PDK-s është dhënë përgjigje përfundimtare se nuk kanë ndërmend që të mbështesin një kandidat vetëvendosës për president. Kështu që kanë mbyllur këtë proces. Kështu që me sa duket, edhe pse afati ditor na ndan disa ditë, ajo hapësirë që dha Byro Shtetëruese, ne po shkojmë drejt Kosovë, po shkojmë në zgjedhjeve të jashtëzakonshme dhe të përgjithshme në. A shikoni një kandidaturë, një rikandidim të zonës Osmani në këto kushte ku ka edhe mbështetje ndërkombëtare, edhe mbështetjen e pakufishme të zoti Trump, gjë që një kandidat nga vetvendosja në kushtet ku Kurti e ka vënë shpeshherë Kosovën, marrëdhënie me SBA, mund mos e kishte a priori. Shikoni, kjo ka qenë një gjë që Lëmdjes Osmani ka thënë vetë që kur ishte në zyrë. Dhe unë po mendoj tani jo si një bashkëpunëtor i saj, por edhe po të vlerësoj kështu si analistë i lirë apo doni si një politikan nga Shqipëria. Jo se Osmani po të mos donte, është dënuar, e detyruar të riangazhohet në politikë, sepse ka një moshë jashtëzakonisht aktive, ka një eksperiencë jashtëzakonshme shtetërore, por dhe ndosh shtetërore, ka një marrëdhënie siç po duket provat të jashtëzakonshme me në Shtetet Bashkuara me aktorë tjerë të rëndësishëm, kështu që detyruar, e dënuar të thojza që ta vazhdoj. Dhe sigurisht do ta vazhdoj angazhimin e saj politik. Nëse politika e pengoi apo tentoi ta pengonte për një mandatimin e saj të dytë, unë besoj që sot Vjosa Osmani ka drejtohet njerëzve. Që atë besim që nuk ja dhanë të zgjedhurit në parlament, apo ja penguan zgjedhjen në parlament, ja japin njerëzit me votën e tyre. Kjo sigurisht do kërkojë një formulë politike që Vjosa të qaset. Kjo thuaj se ky muaj po thoni që mund të ketë referendum për zgjedhjen e presidentit apo jo domosdoshmërisht? Po mund të jetë një ndër propozimet kushtetuese, por më shumë se sa forma e zgjedhjes, Vjosa do kërkojë që të ngërç politik që pati për shkak të intrigave politike ta zgjidhin njerëzit në votën e tyre. Pastaj formulën se si. Kështu që është një konsultim në një fushat të plot dëgjuese me njerëzit, me ata që kanë mbështetur. Duhet të thënë që Vjosa nuk është e kemi parë shumë për zyrë, por është tipik politikania e terrenit, nuk i ka humbur kurrë lidhjet me njerëzit, lidhjen me ata që kanë votuar mbështetësit, qoftë LDK-s në një kohë, qoftë edhe të tjerë që janë shtuar rrugës, pra është njëri i terrenit. Kështu që edhe këtë ka zgjedhur të bëjë dhe me thënë drejtën unë si mik bashkëpunëtor apo këshilltar kam menduar dhe kam mbështetur ka bërë gjën më të drejtë. Sot nuk është kohë të dëgjojnë këshilltarë, është kohë të dëgjojnë njerëzit, ata që e kanë votuar, që e duan, që e mbështesin në gjithë Kosovën. Dhe këtë ka bërë për një muaj, dhe sigurisht mendoj që është ditët apo koha e fundit që ajo të materializojë formulën se si do të qaset se si do të ketë riangazhim tani më dhe elektoral. Ka disa opsioni një subjekti më vete, opsioni një rikthimi në partinë e saj të parë, me LDK-n, të gjitha janë të hapura, por ajo pasi ta vlerësoj, pasi ta diskutojmë këtë me këshilltarët, ka vendosur të dëgjojë njerëzit, dhe mbasi të përmbyll të cikël që besoj jemi drejt periudhës fundore, do vendosë edhe formatin politik me cilin do të qasim. Kam dhe një dy gjëra të tjera, zoti Çollaku. Albin Kurti
Sërish pas takimeve që pati si me PDK-n ashtu edhe me LDK-n, nuk nguroj të nxitonte të thoshte që edhe topin t'ja hidhte dy partive që nuk kanë dakord pavarësisht ofertës së tij bujare. Apo luan sërish bllofin, sikurse në shumë raste për të justifikuar sepse Kosova po shkon sërish në zgjedhje të parakoshme, në zgjedhje të jashtëzakonshme, gjë që mund të ishte eliminuar shumë bukur rrugës. Shikoni, nuk e përjashtoj që mund të jetë tani procesi që ndodh është një përpjekje për të fajsuar palët. Pra po shkem zgjedhje prej opozitës apo prej majorancës, por unë atë që u thash jam dëshmitar i gjallë. Në rast se Albin Kurti do kishte qëndruar marrëveshjes politike në Vjosa Osmani, do të kishte garantuar, do të kishte propozuar mbështetur kandidaturën e saj, sot Kosova nuk do të ishte në krizë, Vjosa Osmani do të ishte presidente. Dhe në rast se zoti Kurti kërkonte 85 vota, në sallë do të ishin mbi 85 vota për Vjosa Osmani. Pse u pengua kjo gjë, janë dhe rrënjët e gjithçka çfarë po ndodh në Kosovë. Pra nëse do donin të kishin president, Vjosa Osmani do të ishte presidente. Vullneti, mëria, apo planet, apo në një diçka tjetër, e cila sigurisht koha do na provojë se çfarë ka ndodhi në atë kohë, për të bllokuar Vjosa Osmani në një mandat të dytë, sollën gjithë të krizë politike. Nuk ka asnjë iluzion tjetër kjo histori. Kështu që të janë përplikje e keni fajin ju, në edhe këtë nuk është pazari i ai vlen zotit Kurti zgjedhjet e reja, sepse kjo duket se është javë vetimtare në Kosovë. Data 28 prill është shumë afër. Unë mendoj ata çdo kush në vendosje, unë kam qenë mbështetës të zotit Kurti në Tiranë në të drejtën, por në raport me ato që ne kemi mbante në Serbinë të tjera dhe jo ta në fillim, do të jemi ndeshur, nga qenë në njerëzit e fundit që kam menduar se kjo mund ndodhte. Para njëherë se nuk shikoj asnjë arsye për Kosovën, e dyta sepse besoj te një lloj inteligjencë, racionaliteti. Ti mundesh të vrasësh veten kur ke një shumicë për 51.1%, do t'i garanton prodhon një president e cila absolutisht të mban krahat. Do vi gjërat I themi të gjëra, po Vjosa Osmani ka ndihma që I ka dhënë, mbështetja që I ka siguruar Albin Kurti, dhe pse në konflikt shpeshherë me ndërkombëtarët dhe me Shtetet e Bashkuara. Po për shkak të lidhjeve të Vjosa Osmani është mbijetuar për t'u amortizuar ato goditje. Pra si mundet vrasësh veten duke dekapituar një fuqi kaq të madhe si Vjosa, dhe e dyta duke shkuar në një palë zgjedhje ku në asnjë ëndër nuk asnjë vendosje nuk ndron më këtë rezultat që kishin në këtë radhë. Nuk do të bëj as projeksionin, as sondazhistin, as fallxhorin, por në mënyrë absolute nuk mendoj që do të ketë më 51%, madje mendoj që do të jetë një produkt, një rezultat elektoral shumë I balancuar midis opozitës dhe majorancës sotme, kështu që nuk e kuptoj, ende nuk e kuptoj dhe besoj ta kuptoj me kohë arsyen e pse të këtij akti po të themi autodestruktiv nga vendosjes, duke patur mundësinë për zgjedhje presidente, duke patur mundësinë për të patur një figurë të tillë, duke patur mundësinë për të patur garancinë për të qeverisur, krijon këtë situatë. Pra është një fuqi tjetër, pra ose një inat aq I madh, ose një inat I thellë, I pak irracional, ose pastaj diçka tjetër, e cili I ka prishur punë një president e Kosovës, I presidenti I Amerikës, I thotë kur ka probleme me Serbinë, le të ndjerë një telefon. Nuk ka logjika të tjera. Nuk ka asnjë lloj përfitimi elektoral në këtë histori. Tu ka një gjë që do ta shohim, do të na zhvilloj koha. Mund spekulojmë sot. Po koha do na provojë çfarë ndodhi që u prish ky komoditet, ky ekuilibër politik dhe u futëm në këtë proces. Jo thash, kush përfiton nga situata të tilla, aty duhet të shohim edhe se kush ka nxitur apo ka shtyr drejt skenareve të tilla, I cili në thelb ka dëmtuar Kosovën. Pra pengimi Sekretari I Shtetit njeriu, që presidenti I Shtetit Bashkuar të Amerikës, I thotë kur ke probleme me armikun kryesor, vendin armik kryesor, Serbinë, kur ke probleme vetëm të bëj telefon, nuk I vjen Kosovës. Se kujt I ka vyer, do na tregoj koha. Ju falenderoj shumë zoti Çollaku, uroj që të flasim për gjëra edhe më të mira herëve të tjera.